Me që të ndëruar ju përshëndes edhe njëherë, shpresoj që jeni mirë gjithë. Dua të marr disa minuta sot që të flas për një gjë që besoj se vërtet është shumë e rëndësishme dhe vërtet që ta konsideroj mirë këtë gjë nëse duam që ta dim të vërtetën lidhur me Perëndim, ta dim të vërtetën lidhur me atë se si ne mund të pajtohemi me Perëndin, si të shpëtohemi nga mëkatet tona, sepse këto gjëra janë të rëndësishme, kështu që le të kemi vëmendjen, le të kushtojmë vëmendjen disa minutave këtu. Si të krishterë, kur ne flasim për atë çka ne besojmë, për faktin se Jezusi është hynor apo për faktin se ai vdiq në kryq për mëkatet tona dhe u ringjall ditën e tretë, zakonisht ajo çka njerëzit na thonë është se këto gjëra nuk u besuan, nuk u predikuan nga Jezusi, nuk u shpallën nga Jezusi dhe nuk u besuan nga krishterët e hershëm, nga ndjekësit fillestar të Jezusit, mirë po këto gjëra u shpikën shumë më vonë, disa mendojnë edhe se shekuj me vonë pas Jezusit. Kjo është ka njerëzit zakonisht na thonë neve, mirë po ajo çka dua të bëj sot është vetëm të konsideroj të shoh diçka që e vërteton të kundërtën. Dua të lexoj diçka që e kundërshton këtë ide, e kundërshton këtë mendim. Duhet të lexoj një fakt historik që daton që nga shekulli i parë dhe i dytë, edhe tregon se ajo çka ne besojmë sot si të krishterë është saktësisht e njëjtë me atë çka të krishterët e hershëm besonin, çka ndjekësit e fillestar të Jezusit besonin. Duhet të lexoj çka një person me emrin Polikarp thot. Polikarpi ishte u lind në vitin 69 dhe vdiq si martir diku rreth vitit 155. Do thot shumë herë, u lind në shekullin e parë dhe vdes diku ka mesi i shekullit të dytë. Çka është më e rëndësishme rreth këtij personi është se ky Polikarpi ishte nxënës i apostullit John. Është apostulli John që ishte njëri nga nxënësit e Jezusit, i cili e mëson Polikarpin, edhe është mirë që të kemi vëmendje se çka ky person thotë për Jezusin, sepse ky person kishte mësuar nga vetë nxënësi i Jezusit. Tash Polikarpi ishte një udhëheqës i një kishe në Smirna, apo Izmiri i sotëm në Turqi, edhe Polikarpi ja shkrua një letër besimtarve në kishën e Filipis. Edhe në këtë letër ne shohim se çka Polikarpi mendonte dhe besonte për Jezusin, dhe siç thash, mbasi që Polikarpi është nxënës i apostullit Gjon, kjo na tregon se çka vetë Gjoni besonte për Jezusin. Duhet të lexoj disa paragrafe nga kjo letër, do të letra e Polikarpit që u drejtua të krishterëve të hershëm në Filipi, edhe të shohim se çka i mendonte. Dëgjoni me vëmendje se çka Polikarpi, edhe një herë, nxënës i apostullit Gjon, duke shkruar që në fillim të shekullit të dytë, na thot për Jezusin. Edhe ju mund ta gjeni këtë letër online, sidomos për ju që flisni anglisht, vetëm kërkoni letrën e Polikarpit dërguar Filipianëve, ose kishës në Filipi. Shiqoni çka thot në paragrafin 2. Andaj, bëhuni gati tani dhe shërbeni Perëndis me frikë dhe sinqeritet. Mjaftme me ligjërime bushe dhe argumente mashtruese të njerëzve të rëndëm. Vendosni besimin tuaj te ai që ringjalli Zotin ton Jezu Krisht prej së vdekurisht dhe i dha lavdi dhe një vend në të djathtën e tij. Gjithçka në qiell dhe në tokë është nënshtruar atij. Çdo gjë që merr frymë i bën nderim atij. Ai vjen për të gjykuar të gjallët dhe të vdekurit dhe Perëndia do të kërkojë llogari për gjakun e tij nga kushdo që refuzon t'i bindet atij. Siç e shihni me që këtu Polikarpi, nxënësi i apostullit Gjon, na dëshmon se Jezusi është Zot mbi gjithçka në qiell dhe në tokë. Do t'i nënshtrohet apo i nënshtrohet atij. Gjithçka duhet t'i jap lavdi atij, dhe ata që nuk i nënshtrohen me këtij Jezusit, që nuk i nënshtrohen, nuk e nderojnë atë, thot Perëndia do t'i kërkojë llogari atyre për gjakun e tij. Ju lutem mbani mend këtë. Ky është një person që është duke shkruar që në fillim të shekullit të dytë, dhe ishte vetë nxënës i apostullit Gjon, edhe na thot këto gjëra për Jezusin. Do thot hyjnia e Jezusit, se ai është Zot mbi gjithçka, mbret mbi gjithçka, ekzistonte që në shekullin e parë.
Një paragraf tjetër, në paragrafin 7, dëgjoni çka ai na thot. Thot të mohosh si Jezus Krishti ka ardhur në mesh, do të thot të jesh antikrisht, të kundërshtosh dëshminë e kryqit, do të thot të përkasësh djallit, dhe të shtrembrosh fjalët e Zotit për t'u përshtatur me dëshirat tuaja ose me dëshirat tona, duke pohuar se nuk ekziston ringjallje apo gjykimi, do të thot të jesh i paralindur i Satanit. Shumë fjalë të forta këtu. Prap këtu shohim Polikarpin duke thënë se të mohosh vdekjen e Jezus Krishtit në kryq, ringjalljen e tij dhe gjykimin në ditën e fundit është ti përkasësh djallit dhe të jesh i paralinduri i Satanit. Mendoni pak sa prej jush, sidomos meqtan musliman, që e mohojnë këtë gjë, që mohojnë se Jezusi vdiq në kryq për mëkatet tona, që e mohojnë se ai u ringjall. Sipas këtij personi, sipas një nxënësi të apostullit Gjën, do thotë në gjeneratën e tretë, Jezusi, apostulli Gjën, Polikarpi, sipas këtij personi, të gjithë ata që mohojnë vdekjen e Jezusit në kryq dhe ringjalljen e tij, janë i përkasin djallit dhe janë të paralindur të Satanit. Kështu që keni vëmendje, keni kujdes se çka ju besoni. Për fund në paragrafin 8, shikoni çka ai na thot. Le të mos e lëshojmë kurrë nga dora shpresën dhe premtimin e drejtësisë sonë. Ne kam fjalën për Jezus Krishtin, i cili me trupin e tij i barti mëkatet tona në kryq, i cili nuk bëri asnjë mëkat dhe në gojën e të cilit nuk u gjet asnjë mashtrim, dhe i duroi me qëndrueshmëri të gjitha gjërat për hir tonin, që ne të mund të kishim jetë në të. Dhe këtu na thot që Polikarpi na thot që Krishti i barti në trupin e tij, i barti mëkatet tona në kryq. Sa qartë është kjo? Që në shekullin e parë, që në shekullin e dytë, këto gjëra besoheshin nga të njerëz. Por miq, dëgjoni me vëmendje këto gjëra që lexova. Keni vëmendje për këto gjëra që lexova. Hyjnia e Krishtit, vdekja e tij në kryq për mëkatet tona, ringjallja e tij, shpëtimi ynë nëpërmjet besimit në Krishtin. Këto janë doktrinat themelore, thelbësore të krishterënimit. Dhe siç e shohim, këto gjëra nuk u shpikën shekuj me vën, siç disa mendojnë se këto hyjnia e Jezusit e këto gjëra u shpikën në mes të shekullit të 4, në vitin 325 apo më vonë në këshillin e Kias. Jo as pak. Këto gjëra i besonte dhe i predikonte ky Polikarpi në shekullin e parë dhe dytë, dhe ka shumë të tjerë që bëjnë të njëjtën gjë. Ky Polikarpi specifikisht i kishte dëgjuar këto gjëra nga vet apostulli Gjën, ishte nxënës i apostullit Gjën. Dhe tani çka ky Polikarpi nuk i tha këto gjëra thjesht për shkak se i konvenonte atij për diçka. Ai vdiq për këto gjëra, ai vdiq duke mos i mohuar këto gjëra. Në fakt u dëgj në turr të drunve, për shkak se nuk refuzoi që ta mohoj faktin se Jezusi është Zot. Ata i kërkuan që nëse ai mohon se Jezusi është Zot, ai mund të lirohej dhe mund të jetonte jetën e tij si jetën e tij normale, por ai refuzoi ta bënte këtë. Kur ata i kërkuan Polikarpit, mund të lexoni edhe për këtë, kur ata i kërkuan Polikarpit që ta mohoj faktin se Jezusi është Zot, e dini si u përgjigj Polikarpi? Dhe gjeni me vëmendje. Shikoni çka thotë. Kur zyrtari romak i kërkoi Polikarpit ta mohonte Krishtin, Polikarpi deklaroi: kam 86 vjet që i shërbej atij dhe ai nuk më ka bërë asnjë të keqe. Si mund ta blasfemoj mbretin dhe shpëtimtarin tim? Tjetri tha sërish: nëse nuk heq dorë nga qëndrimi yt, do të djeg për së gjalli. Polikarpi u përgjigj: zjarri me të cilin ti më kërcënon nuk mund të zgjas për shumë kohë, por pas pak kohësh ai shuhet. Por ajo që ti nuk e di janë flakët e përjetshme që i presin të pabeset. Pse vazhdon të humba së shku? Bëj atë që ke ndërmend. Shefni, Polikarpi i mbrojti këto mësime, këto gjëra që i besonte ai deri në vdekje. Ku u dëgj në turr të drunve. Ne si të krishterë
sot besojmë të njëjtën gjë si ky person që besonte në shekullin e parë dhe dytë. Me që ju lutem mos mashtrohuni nga persona që erdhen qindra vite më vonë, për shembull si profeti Muhammed, 600 vite më vonë, dhe e thot të kundërtën e asaj çka këta persona që ishin shumë afër Jezusit besuan dhe e dhanë jetën e tyre duke i mbrojtur këto gjëra. Mos mashtrohuni nga diçka që vjen shumë më vonë dhe thot komplet ndryshe. Nëse duash të dish se diçka është fakt apo realitet, ti duhet të shkosh sa më afër të asaj kohe ku ky person ka jetuar, sa më afër që mundesh, edhe të shohësh se çka personat që jetuan në atë kohë besonin për këto gjëra. Jo të vish 600-700 vite më vonë dhe ti besosh një personi që as nuk ka qenë aty, as nuk e ka folur të njëjtën gjuhë, as nuk ka ditur të shkruar të lexoj, thjesht vjen me diçka dhe kundërshton gjithçka që dëshmitarët okular thonin. Ju lutem vëllezër, keni kujdes. Keni kujdes, sepse këto gjëra janë të rëndësishme. Ndoshta do të bëja disa video tjerë sepse jam duke lexuar një libër në anglisht është Early Christian Writings, apo dhe shkrimet e hershme të krishterë, dhe i kanë marrë letrat që janë shkruar në 3 shekujt e parë nga të krishterë të ndryshëm, edhe kjo që lexova këtu është nga letra e Polikarpit, drejtuar Filipianëve, dhe gjendet në këtë libër. Kështu që ndoshta do të bëja disa video tjera për të parë edhe disa të krishterë tjerë të hershëm, çka ata mendonin dhe çka ata besonin dhe predikonin për Jezusin. Miq, siç thash, kushtoni vëmendjen këtyre gjërave sepse është vërtet e rëndësishme. Ju falenderoj edhe një herë dhe Zoti ju bekoft.